Provat për krimin që e kryen menduan se i zhdokën. Mirë po, nuk u shkoi mendja tek një detaj që më vonë nuk u shtoi. Dy vëllezrit Jovan dhe Dragisha Vicentjević, që dyshohet se quan në ajër me eksploziv kanalin e Iber Lepencit në varag të Zubin Potokut, u zbuluan nga dheu që u mbeti në këpucë. Kjo u konfirmua nga laboratorët e FBI amerikane, që u përfshin në hetimin e sulmit terrorist. Mostrat e dheut nga mbathjet e të dyshuarve ishin të njëjta me ato të dheut që u morën në vendin e ngjarjes. Kjo dhe dëshmi të tjera u përfshin në akt akuzën e prokurorisë speciale që të martën njoftoi se u ngret ndaj dy vëllezërve Vicentjević dhe Igor Dimovićit. Në dokumentin e speciales thuhet se në ditën kritike të pandehurit së bashku me disa persona të tjerë ende të panjohur pas një marrëveshje paraprake kanë vendosur eksploziv rreth 20 kg në brendësi të kanalit.